Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi çështjet e bujshme që po trajtohen nga drejtësia shqiptare, duke nisur me rastin e Ilir Metës, por se çfarë po ndodh edhe me Belinda Ballukun, teksa gjykata kushtetuese ka deklaruar se kjo është një çështje me përparësi dhe do të ta shqyrtoj atë javën e ardhshme. Për të folur mbi këto çështje, por edhe tematika të tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur, zotin Kujtim Cakarni. Zoti Cakarni, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Zoti Cakarni, si avokat i ish presidentit Ilir Meta, çfarë po ndodh konkretisht me procesin ndaj Ilir Metës, teksa gjykata e lartë ka hedhur poshtë edhe rekursin e presidentit Meta për çështjen e tij në fjalë? Më falni, mund të bëj një korrigjim të vogël, sepse edhe teleshikuesi shpesh më shkruan qoftë me mbledh pa mbledh. Statuset të presidentit nuk quhen kur ish, quhen president. Pavarësisht se është në detyrë apo nuk është në detyrë, e thash këtë që dhe publiku të qartësoj dhe ta kuptoj që kur thuhet president dhe jo ish president. Kjo ishte për publikun sepse shumë herë fillon anatemojnë, thonë pse si thua ish president. Jo, unë i them ashtu siç flitet në gjuhë protokollare. Kështu që edhe në Francë kur arrestua për thanë presidenti Sarkozy, nuk thanë ex ose ish presidenti, kështu që kjo ishte për një saksim edhe për publikun edhe kështu që kam atë lloj problemi që ta them presidenti. Puna qëndron se, shiko, ashtu siç edhe ne kemi diskutuar herë tjera, unë e kam marrë çështjen e zotit Meta në fund të muajit maj, pra në 27 maj të këtij viti. Dhe prej datës 27, pasi unë jam njohur me akte, provat e kështu me radhë, unë kam bërë disa kërkesa për zvendësimin e masës sigurimit, për më pasi përfunduan hetimet, bëra përsëri një kërkesë tjetër për zvendësim e masës, pastaj kur kaloi çështja për gjykim, bëra një kërkesë tjetër për revokimin e masës sigurimit, dhe gjitha këto u rrëzuan, pra nuk u pranuan nga gjykata. Dhe unë për këto ju drejtuava padyshim gjykatës apelit dhe gjykatës lartë. Dhe vendimi i sotëm i gjykatës së lartë që ka rrezuar një nga rekurset që unë kam bërë, nuk është se ne prisnim që gjykata e lartë të vendoste për anti-lishmërinë ose palishmërinë e vendimeve të gjykatave të ulta. Sepse gjykata e lartë në rekursin që është bërë për çështjen atës masës së arrestit, ku u pa me zë, me figurë, ku u pa nga gjithë publiku mënyra e arrestimit të zotit Meta, që ishte një arrestim një mënyrë krejt kriminale, persona që ishin të pa identifikuar, pa urdhrin ekzekutimit të arrestit, pa letrën e të drejtave bën atë veprim. Dhe kjo u quhet e lishme si nga gjykata e shkallës parë, e apelit, gjykata e lartë, dhe tashmë ne për këtë jemi gjykatë kushtetuese. Dhe ta thola në vëmendje, u ktheva në retrospektiv për të thënë që ne nuk presim asgjë, po asgjë fare nga gjykata e lartë. Ne po vazhdojmë, po bëjmë procedurën, sepse ne na duhet për gjykatën kushtetuese dhe më pas për gjykatën europiane të drejtave të njerëzit. Dhe në kuptim të kësaj, ne nuk jemi fare të shqetësuar se çfarë vendimesh merr gjykata e lartë. Padyshim që ato nuk është mirë që ose në një kënaqësi që gjykata e lartë të tregohet një gjykatë e cila e papërgjegjshme, për mendimin ton, timin ose të shumë avokatëve, gjykata e lartë e Republikës së Shqipërisë sot është kthyer në një gjykatë kot. Është kthyer në një gjykatë e cila bën gjyqje vetëm në dhomë këshillimi, pa praninë e palëve, qofshin këto çështje penale, qofshin këto çështje civile. Pra është kthyer në një gjykatë inekzistente, sepse ka humbur qëllimin dhe ka humbur bërjen e procesit të rregullt ligjor, që do të thotë kontradiktoriteti është një kusht themelor në Kushtetutën e Republikës, por edhe në Konventin e Drejtave të Njerëzit. Në kuptim të kësaj, mendoj se dhe për ta përfunduar në lidhje me pyetjen tuaj, ne nuk prisim sot asgjë nga gjykata e lartë. Ne jemi në betejë, jemi duke për procedurën tonë, mendojmë se kjo çështje dhe si shumë çështje të tjera në fakt, penale po dhe civile,
kanë marrë zgjidhje o në gjykatën e kushtetuese ose në gjykatën evropiane të drejtat e njeriut. Po sa i përket procesit në gjykatën e posaçme, si po ecën procesin ndaj Ilir Metës, teksa seanca e sotme është shtyrë, duke qenë se dhe juve ju është bashkuar avokat Gylsen Zhllima në mbrojtjen ndaj Ilir Metës. Në fakt, ne sot kishim caktuar për të gjykata në fakt kishte caktuar për të zhvilluar seancën e radhës. Por duke marrë parasysh faktin, dinamikën, dosja që është edhe voluminoze, unë padyshim biseduar edhe me zotin Meta, me presidentin, ram dakord që të zvëconin avokatin që unë kisha, Sulejman Karaj, për arsye shëndetësore të tij dhe të bësh pjesë e këtij ekipi zoti Gylsen Zhllima, një avokat i njohur dhe ai tashmë që është kolegu im, për të cilën ne bashkërisht do vazhdojmë punën për këtë çështje, sepse ai më paraqit sot kërkoi kohën e tij të mjaftueshme për të njohur me aktet dhe me të gjithë çfarë disponohet në ato akte dhe gjykata e pranoi padyshim sepse për të bërë një proces rregull ligjor duhet që avokatët të jenë të barabartë me prokurorët, pra palët të kenë njohje me të gjitha aktet e kështu me radhë, por dhe vetë presidenti Meta që sot ishte prezent në këtë seancë, kërkoi dhe ai kohën për të njohur me aktet, sepse edhe ai vetë nuk është njohur me fascikullin e timor, të cilën është rreth 70.000 faqe, dhe ram dakord me gjykatën që të na vijë në dispozicion edhe disa akte të tjera video, prova të tjera në formën e videos, dhe është kërkuam një afat kohor për 45 ditë që kishte mundësi avokati zoti Zhllima kolegu të njifet me aktet dhe zoti Meta gjithashtu të njifet me gjitha aktet që posedon gjykata, të cilat janë depozituar në prokuroria, dhe të vazhdoj procesin dhe të jetë procesi sa më transparent, të jetë sa më ligjor dhe sa më në përputhje me kodin e procedurës dhe kushtetutën. Pra, kjo ka qenë zhvillimet sot që unë normalisht për hir të publikut, për respekt të gazetarëve, për respektin tuaj. Pra, unë dhash prononcimin dhe do vazhdoj të jap prononcim për mediat sa herë që ne të kemi një zhvillime, sa herë të kemi seanca gjyqësore për presidentin zotin Meta, sepse ai vetë ma ka kërkuar këtë, është transparent dhe do që publiku shqiptar të di çfarë po bëhet me atë, çfarë provash disponon organi akuzës dhe a qëndrojnë akuzat apo jo. Kështu që ne do jemi në transparencë të plot, ndryshe nga personazhe të tjerë, qofshin këta dhe politik, të cilët nuk e kanë këtë transparencë me publikun, me gazetarët dhe padyshim pastaj me publikun. Ne jemi në këtë, padyshim jemi në një dhe do jemi deri në fund transparent me publikun. Zoti Cakarni, në seancat e ardhshme, a do të jeti pranishëm vetë zoti Meta dhe ndërkohë ju keni deklaruar se ai është duke përgatitur një libër nga ana e tij, nëse mund na zbuloni se për çfarë bën fjalë apo edhe ju nuk jeni në dieni të tematikës të librit? Shiko, unë zoti Meta sot i kërkoi sot në gjykat, padyshim ishte prezent, kërkoi gjykatës, i tha që unë do jem prezent në çdo seancë, sepse duhet të jem, pasi ju e dini që zoti Meta nuk është njeri që u ka bërë skip apo ju është neglizhuar ndaj të përballet. Ai është njeri që përballet, është njeri i cili nuk ka asnjë lloj problemi që të vi çdo seancë dhe ai të shpjegoj, të parashtroj apo të japi edhe përgjigje pyetjeve që mund të bëhen. Dhe kështu që ai ka kërkuar këtë për hir të karakterit të tij, që është një karakter luftarak dhe do jetë aty. Ishte qartësisht
i qetë, pa dyshim me ato humorin e tij që e karakterizon, pa dyshim nuk pati sot asnjë lloj, si thon, në konfliktin, se s'mund të ketë konflikte sa gjyqit, por ishin në mirë kuptim, mund të themi, edhe me gjykatën dhe me prokurorët e kështu me radhë. Për sa i përket pjesës tjetër jetës, mund ta themi letrare apo fitnessit që zoti Meta bën, ju e dini që ai është ka qenë sportist edhe vazhdon stërvitet me kushtet e paraburgimit që nuk të ofron kushtet më minimale për të bërë fitness, dhe përveç kësaj ai duke qenë një personazh kyç në këto 34 vite të pluralizmit shqiptar dhe historisë politike katare, edhe ai ka ngjarjet e veta dhe ai ka parë, ai ka vepruar, ai është njeri i cili njeh, di me detaje, me ngjarje, me emra, mbi emra, ka qenë aktor dhe faktor kryes në shumë kthesa historike në këto 34 vite. Dhe kështu që ai është mirë edhe për publikun që të jetë sa më transparent, jo vetëm nga pikpamja gjyqësore, po dhe nga pikpamja historike. Dhe kështu që i bën mirë që ato që ai di, do shkrimet çfarë ai ka, kujtesën e tij politike ta materializojë në një libër që do jetë mirë edhe për historinë, edhe për brezat, pasi kjo është një periudhë goxha e madhe 34 vite dhe është afërsisht gjysmë shekulli, që duhet mësuar jo vetëm ato që ne dim për sa i përket politikës shqiptare, por dhe ato që ne nuk dim, pasi zoti Meta ka qenë njeriu që i ka zotruar, i ka ushtruar të gjitha funksionet më të larta kushtetuese në këtë republikë. Zoti Cakrani, Ilir Meta ka kërkuar që të pyetet për çështjen e 21 janarit. A mendoni se në këtë rast zoti Meta mund të jepte informacione shtesë dhe mund të ndryshonte edhe rrjedhën e hetimeve, apo mund të jepte një panoramë krejt tjetër nga ajo që dim deri më sot sa i përket dosjes së 21 janarit? Dosja e 21 janarit, i nderuar, është kthyer në një çështja më saktë, 21 janarit është kthyer në një telenovel. Dhe si një telenovel që vazhdon prej 14 vitesh, duhet, si çdo telenovel që ka një fund, të hidhur, dikush vritet, dikush burgoset, dikush vetë vritet, po dikush përfundon dhe mirë se kurorzohet ajo dashuria platonike kështu me radhë, dhe zoti Meta është personazhi aktor dhe faktor, që thash pak më parë, por është njeriu i cili ka dieni, ka informacione, ka parë me sytë e tij, di shumë, di ato që i kanë thënë ata që din, dhe është mirë që organi i akuzës, prokuroria, ta thirrë atë dhe ai të dëshmojë për t'i dhënë ngjarjes së 14 shtatorit, më fal, të 21 janarit, janë dhe ajo është një ngjarje pasbardhur, duhet të thirrur që të dëshmojë, dhe dëshmia përpara organit të procedurës, nëse ata do kenë interes gjithmonë për ta zbardhur këtë histori, unë mendoj se do jetë e vlefshme dhe do jetë e gjithanshme dhe padyshim që do t'i hapi organit të akuzës edhe horizonte të reja për të vazhduar hetimet të thelluara dhe padyshim pastaj t'i japi një zgjidhje përfundimtare çështjes së 21 janarit, që nëse do përfundojnë hetimet në kushtet që nuk ka më autor, apo nuk ka më çfarë të zbardhi, apo do ketë autor dhe do ta kalojnë në gjykat për të kërkuar fajësinë e tyre. Kështu që thirrja e zotit Meta mendoj se do ta ndryshojë të gjithë rrjedhën e 21 janarit 2011-s, që në fakt ajo nuk këta e quhen një protest, unë e quaj kryengritje të armatosur me qëllimin e vetëm për të rrëzuar rendin kushtetues të kohës. Kështu që kjo çështje nuk do hetohet si një kryengritje armatosur për të rrëzuar rendin kushtetues,
unë mendoj dhe besoj si jurist që nuk ka për të zbardhur ose mund të zbardhet, mundet të kemi fajtor të pafajshëm dhe kështu që çështja nuk do zbardhet dhe do mbetet e një. Zoti Cakani, të kalojmë pak tek çështja e Belinda Ballukut, e cila pritet të shqyrtohet nga gjykata kushtetuese javën e ardhshme, gjë të cilën kushtetuesja ka cilësuar si një çështje me përparësi. Ju në këtë rast, si e cilësoni lëvizjen e kryeministrit Edi Rama për ta dërguar pezullimin e gjykatës së posaçme ndaj Belinda Ballukut në gjykatën kushtetuese? E shikoni si një manovrim për të mbrojtur Belinda Ballukun apo si një lëvizje për t'ia lënë topin institucioneve drejtësisë për të vendosur në këtë rast? Shiko, unë duhet ta ndaja në dy pjesë, duhet ta ndaja përgjigjen në dy forma, në atë juridike dhe në atë politike. Nga pikpamja juridike, kryeministrin nuk e ndalon, pra kushtetuta ja ka dhënë këtë mundësi që ai ti drejtohet drejt për drejt gjykatës kushtetuese. Për një paqartësi, për një ligj, për një ngërsh antikushtetues që është antikushtetues dhe ligji ja parashikon këtë. Problemi që ndron këtu që varet nëse kërkesa e kryeministrit e ka objekt apo jo. Pra, nëse kërkesa e kryeministrit është e bazuar nga pikpamja ligjore apo jo. Nëse kjo kërkesë do kaloj në seancë gjyqësore plenare, siç thuhet në gjuhën juridike në gjykata kushtetuese, ose jo. Por në këndvështrimin tim, sepse 3 avokat, 3 juristë bëjnë 17, në këndvështrimin tim, unë mendoj se gjykata kushtetuese edhe këtë rast ka për të qenë ndarë. Nëse do marrë një vendim në kushtet e normalitetit dhe jo të shantazhit nga politika, kuptohet. Unë mendoj se gjykata e shkallës së parë ka vepruar ashtu siç është në mënyrë lineare nga neni 242 i kodit të procedurës penale për masat ndaluese. Nëse këta duan ta cilësojnë, unë e kam thënë dhe më parë, ministrin të veshur me imunitet kushtetues, atëre do jemi përpara një realiteti të ri, sepse gjykata nuk i ka hequr imunitetin zonjës Balluku, as i ka penguar asaj, as e ka shkarkuar nga detyra. Thjesht gjykata i ka pezulluar që ajo mos të shkoj, por ti thot mbaje si ministër, ti mbaje aty thot, madje bëj dhe mbledhje qeverie. Por thot, problemi është që ajo mos shkoj në zyrë, sepse shkoja në zyrë, ne na prish provat. Shumë mendojmë ne thot. Tani, kjo padyshim që kërkon një interpretim kushtetues. Ne nuk do të themi që shikoj se gaboj gjyqtari i shkallës parë e bla bla bla. Ne mu themi gjyqtari i gjykatës shkallës parë, padyshim që është bazuar tek ajo dispozita neni 242, ku flitet për pezullimin e zyrtarëve të emëruar e kështu me radhë, dhe nëse zonja Balluku vërtet ka një betim kushtetues përpara parlamentit ose presidentit, por mos harroj që ministri është cilësuar si një post administrativ nga pikpamja një, sepse ministri ashtu si nuk ma përgjegjësi për tenderat, ashtu si nuk ma përgjegjësi për të gjitha veprimet, sepse këtë po diskutojmë ne. Jo kur ne na intereson themi që ministri po mba përgjegjësi për tenderat dhe kur sa intereson s'ma përgjegjësi. Tani duhet ta ndajmë këtë. Dhe gjykata kushtetuese, unë mendoj duhet t'i japi një zgjidhje shtërruese nëse do ta pranoj dhe ka objekt kjo kërkesë e kryeministrit. Pra, ta zgjidh një herë dhe përgjithmonë, nëse ajo dispozita neni 242 është valid, apo duhet shfuqizuar, apo duhet shtuar dhe saksuar dispozita me një paragraf tjetër.
Kështu që unë në i këtij mendimi jam, gjykata kushtetuese do t'i japi një zgjidhje. Por unë jam i mendimit që vazhdoj them që ministri është funksion i emëruar pavarësisht se ai bën një betim te presidenti apo më pas nga parlamenti e kështu me radhë. Çfarë po ndodh mes Edi Ramës dhe Belinda Ballukut me dërgimin në gjykatën kushtetuese, është duke mbrojtur edhe veten e tij Edi Rama që të mos merret së bashku nga Belinda Balluku? Po. Kjo është pjesa tjetër pastaj politike. Unë mendoj që politika është moral. Padyshim që morali lidhet edhe me drejtsinë, kuptojeni. Sepse është një rast unikal dhe mund të jetë precedent, madje do futur dhe në literaturën e jurisprudencës, që një ministër nën hetim nga prokuroria i marr i pandehur tashmë, por edhe nën hetim për vepra të tjera penale, se është në hetim për tjera vepra, kryeministri nuk gjen rrugën më të shkurtër që ta shkarkoj ose ministri vet të dorëhiqet, por vazhdon për të kërkuar teknikalitete juridike për të qëndruar detyrë. Pra, nuk ka ndodhur akoma sot në ndonjë vend demokratik, se në diktaturë jo, se në diktaturë se ekzistojnë këto, që ministri të hetohet, të merret i pandehur dhe të vazhdoj funksionin. Nuk ka ndodhur më. Dhe kështu që unë e shikoj këtë të zotit Rama më tepër si një prik, një shantazh që i bëhet nga zonja Balluku, se sa një dëshirë e tij për ta mbajtur atë në detyrë, sepse gjoja gjykata na paska shkel ligjin e bla bla bla. Unë mendoj se padyshim politika është moral dhe në Shqipëri ka humbur morali, jo në politikë, por në çdo aspekt të jetës së njerëzve, dhe si humbje morali në këtë shoqëri vazhdo të reflektohet edhe tek ministrat. Kështu që unë them se zoti Rama po ndjek një rrugë, mund të themi, të gabuar, nga pikpamja edhe ligjore, por edhe nga pikpamja, nga ligjore po bën mirë sepse sakson një herë për gjithmonë këtë histori, por nga ana, përsa i përket nga ana morale e qeverisjes, po ndjek një rrugë shumë të gabuar dhe do sjell një precedent shumë të rrezikshëm që mund të përdoret më pas nga kushdo qeveri që mund vit pas zotit Rama. Edhe pse ti mund të jesh hetim, edhe pse ti mund të jesh dënuar në shkallën e parë, jo thot ai, kur unë dënoj me formë të prerë do ta lë detyrën e ministrit dhe do shkoj në paraburgim. Po mirë, tani, pyetja është kjo. Të kthehemi tani ne tek për çfarë po ri zoti Melia në paraburgim? Sepse presupozohet që bashkëshortja e tij ka përfituar historinë e kësaj natyre. Dhe por është arrestuar ai individi. Është arrestuar ai. Zoti Meta gjithashtu. Po çfarë po rri? Për akuzat viteve 2009. 2009 o 2009, po. Se historira të natyrës që do t'i bëj publike më pas. Dhe po rri në paraburgim që s'ka asnjë lloj funksioni publik, nuk prish prova. Zoti Beqa, apo Lefter Koka, apo të gjithë këta me radhë. Kjo duhet të rri dhe në detyrë të vazhdoj të shkoj në zyrë, që ka mundësi të prishi prova ati të bindoj dëshmitarët të largohet e kështu me radhë. Kështu që unë mendoj që Edi Rama po vendos një standard shumë të rrezikshëm, po shumë të rrezikshëm që do jetë një precedent që do përdoret më pas dhe nuk do ta çajë njëri më kokën. Për sa i përket korrupsionit. Zoti Cakani, dhe i pyetja e fundit, a mund të bëni një projekcion duke parë gjithçka që ka ndodhur deri më tani me kryeministrin Edi Rama, përfshirë dhe rastin e Belinda Ballukut, se cili do të jetë fati këtyre dy personazheve politike, por edhe qeverisës të vendit, ku Edi Rama nga një anë ka dosje siç është ajo e Charles McGonigal në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por i përfshirë, po themi indirekt, edhe në rastin e sankcionimit të familjes Hysa si bashkëpunëtore kartelit Sinaloa nga administrata Donald Trump, ndërkohë ka dhe këto çështje të tjera sa i përket varësve të tij që s'pak po ja merr një nga një. Shiko, do të kuptojmë diçka.
kush kupton nga geopolitika, nga politika e kështu me radhë, qeveria shqiptare, qeveria shqiptare, e kryesuar nga zoti Rama, që prej janarit të këtij viti nuk ka më asnjë kontakt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra nuk ka pikën e kontaktit. Që do të thotë që qeveria e drejtuar nga presidenti Trump e Shtetet e Bashkuara i ka prerë çdo lloj marrëdhënie me qeverinë e Republikës së Shqipërisë, me Këshillin e Ministrave. Më thoni mua ju, në këto po vemi 10 muaj, gjysmë 11 muaj që u ka ardhur Donald Trump, çfarë vizitash ka patur këtu në Shqipëri? Nga zyrtar të nivelet larta në mesme apo tunët. Një rast më gjeni që ka ardhur, ka takuar këtu si më parë që vinin, takonin kryeministrin, takonin ministra dhe ne na thoshin ne shqiptarëve sa të lumtur jeni ju. Më gjeni një rast vetëm. Kjo vërteton edhe një herë që qeveria e Shtetit Bashkuara të Amerikës e ka shkëputur çdo lloj marrëdhënie me Edi Ramën. Nuk është gjë e mirë pa dyshim, por kjo ka një, për mendimin tim, modest, se unë jam nuk jam politikan, them që dhe besoj që ata janë dhe kanë informacionet që qeveria e zotit Rama ka lidhje me element komprometus, korruptus, po pse jo dhe kriminal. Dhe kjo është vërtet që ka mbyllur dyert për zoti Rama, por ka krijuar edhe një hutim tek opinioni publik, sepse nuk po shikon më atë SBA që ishte shumë aktive në Shqipëri. Dhe kjo për mua është një këmbën alarmi për ata që kuptojnë dhe duan të bëjnë politikë në këtë vend. Dhe askush nuk flet dhe nuk arrin të analizoj të gjithë këtë moment. Kështu që unë mendoj se zoti Rama i ka larë hesapet me Shtetet e Bashkuara, e ka mbyll kapitullin me administratën e SBA-ve, pavarësisht se ai shkon takon Melonin për të ndërhyrë te Trumpi apo takon emirin e Katarit, mikun e Trumpit për të ndërhyrë te Trumpi, po unë mendoj se zoti Rama këto lëvizje të tij po më shumë po e dëmtojnë atë vetë se sa po ndihmojnë atë për të patur qoftë edhe një marrëdhënie të niveleve të fundit me Shtetet e Bashkuara, me administratën e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Kështu që unë mendoj se zoti Rama me amerikanët e ka mbyll historinë, paktën me administratën e zotit Trump. Zoti Cakrani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve dhe shpresoj të kem qenë sado pak shtërus në ato që kam pyetjet tuaja. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.